E pra të dashur miq, do me thënë si që keni parë edhe vetë, në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 kam bërritur një zarf i zi. Një zarf i zi që në fakt rrezikon jashtëzakonisht shumë banorët. I bindur jam që ky zarf lidhet ashpër me zënkën e madhe që ka ndodhur mes Mirit dhe Kejsit, përfshir këtu Erikun edhe Kristin. Vllau i madh, jam i sigurt që do t'i dënon në mënyrë të ashpër këto banorë, të cilët kanë thyer rregullat, kanë patur debate jashtëzakonisht të mëdha, duke ofenduar, denigruar njëri tjetrin, sidomos Kejsi duke përdor shenja, le të themi shenja kërcënuese për të rrahur Kristin. Mendoj që sonte banorët do të ndëshkohen ndryshe, njëri nga banorët edhe mund të largohet nga shtëpia, sepse ndryshe nuk do të mbushen me mend, do me thënë nuk do të ndalojnë zënkat, por siç duket vllau i madh e ka marrë këtë lojë shumë seriozisht. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju zarfin e zi, çfarë fshihet brenda këtij zarfit.